Shumë pranë rrugës kryesore në fshatin Firs në komunën e Gjakovës do të hasësh në këtë shtëpi të bukur. Kjo shtëpi, e cila duket mjaft luksoze, është në pronësi të Lesh Dushit, i cili jeton dhe vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse jeton shumë larg nga Gjakova, dashuria ndaj vendlindjes e ka shtyrë atë që të ndërtojë një villë në fshatin Firs. Kjo shtëpi, ku dominon ngjyra e bardhë, në disa detaje kombinohet edhe me të hirtën, ka një stil amerikan, mirëpo për shkak të nevojave të pronarëve, plani i saj është zvogëluar dhe tash ka këtë formë. Shtëpia, e cila ka rreth 450 metra katror, në kuadër të saj ka 6 taraca, të cilat janë të rrethuara me hekur dekorativ të zi. Ndërsa në kuadër të arkitekturës së saj të veçantë, janë edhe këto shtylla dekorative të cilat ia shtojnë asaj madhështim. E kjo shtëpi është e ndërtuar në një parcel prej 30 ari. Pjesa e oborrit para shtëpisë është e shtruar me kubza, ndërsa në mes të kësaj hapësire është improvisuar një rreth i bukur me lule të ndryshme. Ndërsa tani radhën e ka interjeri i shtëpisë. Sa po të hysh brenda kësaj shtëpie, do të habitesh nga ky korridor i madh, ku menjëherë do të hasësh edhe në shkallët të cilët të shpihen për në katin e dytë të shtëpisë. Këto shkallë të punuara me granit, hekur dekorativ të zi dhe e dru me ngjyrë të kaftë, duken mjaft bukur në këtë ambient. Ndërsa ky abazhur e bën këtë pjesë të shtëpisë të duket edhe më madhështor. Ambienti i parë të cilin na prezantuan familja Dushi ishte pikërisht doma e ditës, ambienti për mysafir. Jetojmë Shtetet Bashkuara të Amerikës që 13 vite, edhe kem dashur me bon një shtëpi këtu në vendlindjen tonë. Po dhe djelët kanë pas dëshirë me e bon, edhe kem bon. Planin e kanë bon djelët atje në Amerikë, e kanë bon djali, edhe kem bon. Na kem bon, sal me ardhë në pushim me djemë, e kanë bon tonë së bashkët 4 djemë. Vinë për shumë, janë konë si vjetë, për shumë, kanë nejtë një muj ditë. Unë me si vjetën e kam pagu këtë shpi, se janë konë nipat të, janë gëzu,
Bollë se kur kanë ardhë, më kanë thonë, gjysh në këshin në shpinë e bukur, po i diferoj tonë shqiptarve, ka janë në përbotë si ndërtojmë dishka edhe në bën lindjen tonë, edhe të kalësojmë dishka si për të ardhmen tonë, për thminë tonë, se bollë si vinë thmija vëzhe për zonë, për shumë sigur thmija mi, si janë knosh, ka mu knosh edhe ata të gjithve. Dhoma e ditës në këtë shtëpi është e mobiluar me mobilje të prodhuara në Maqedoni. Ngjyrat bardhë dhe zi të këtyre mobiljeve pronari i ka zgjedhur qëllimisht, pasi që ato janë edhe ngjyrat të cilat ai konsideron se janë më të përshtatshmet për këtë ambient. Një element tjetër të cilin ai e ka shikuar gjatë përzgjedhjes së mobiljeve është edhe komoditeti të cilin e përmbajnë ato. Në këtë hapësirë është e vendosur edhe kuzhina, punimet në të cilën ende nuk kanë përfunduar për shkak se janë duke pritur që atë ta mbulojnë me granit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse ende e papërfunduar, kjo kuzhinë duket mjaft bukur. Ajo është e punuar me dru dhe në brendësi të saj ka një dizajn mjaft të veçantë. Ngjyrat në kuzhinë pronari ka preferuar t'i ketë të bardhën dhe të hirtën. Ndërsa një ambient tjetër të cilin do ta prezantojmë në katin e parë të shtëpisë është edhe hapësira të cilën ata e quajnë dhoma e parapritjes. Edhe këtu mobiljet janë me ngjyrë të zezë. Ajo që të bie në sy në këtë ambient është kjo reprodhuar në Turqi. E në katin e parë, pronari ka vendosur ta ketë edhe dhomën e tij të fjetjes. Në dhomën e tij mbizotrojnë ngjyrat bardhë, zi dhe kaft. Ndërsa jo vetëm këtu, por në çdo ambient të kësaj shtëpie, të bie në sy fotografi të shumta të anëtarëve të kësaj familje. Ndërsa tani do të kalojmë për në katin e dytë të shtëpisë. Sa po të ngjitesh do të shohësh se korridori këtu shfrytëzohet edhe për qëndrim ditor. E në katin e dytë janë 4 dhoma të fjetjes për secilin djalë të pronarit. Do të fillojmë prezantimin nga dhoma e djalit të madh, e cila është e mobiluar me mobilje italiane me ngjyra të bardhë dhe zi. Ajo që të bie në sy në këtë dhomë është ndriçimi në kornizën e shtratit.
E ndryshe nga të tjerët, njëri djali i pronarit duket se ka preferuar që mobiljet në dhomën e tij t'i ketë vetëm të bardha. Mirëpo për të thyer të bardhën ai ka vendosur që muret brenda dhomës së tij t'i ngjyros me të verdhë. Në kuadër të kësaj shtëpie janë edhe 5 banjo, në kuadër të së cilave përveç dush kabinave ka edhe jacuzzi. Ceramikat në këto banjo janë prodhim italian të një cilësie të lartë. Kjo ishte shtëpia e Lesh Dushit në fshatin Firs në komunën e Gjakovës. Dhe në fund, si zakonisht, ju ftojmë që propozimet tuaja për shtëpi të bukura kudo në Kosovë t'i bëni në faqen tonë në Facebook, Shtëpitë e bukura të Kosovës, Vizë RTV 21.